që drith qiejt. Në sekondën që duhet për të tërhequr një këmbës apo për të ngritur një thik, bota ndryshon përgjithmonë. Një frymarrje ndalon, një zemër pushon së rrahuri, një shtëpi mbyllet në zi të përjetshme, një nën mbetet pa djalë, një fëmijë pa baba dhe një shpirt shkon para kohet e krijuesi i tij. Marrja e jetës së një njeriu të pafajshëm është krimi më i vjetër dhe më i tmerrshëm i historisë njerëzore, që nga koha e Kabibit që vrau Habibin, toka ka pirë gjakun e të pafajshmëve, duke mbajtur mbi vete peshën e një mëkati që u lërin drejt qiellit. Sot, lajmet tona janë të mbushura me vrasje, janë kthyer në thjesht numra statistikor në ekranet tona. Por për Zotin e gjithësisë, jeta e një njeriu nuk është statistik, ajo është e shenjtë. Sa e rëndë është vrasja në peshoren e krijuesit, çfarë ndodh në qiej kur derdhet gjaku i një të pafajshëm mbi tokë. Për ta kuptuar shenjtërinë e jetës në Islam, duhet të dëgjojmë kushtetutën e qiejve. Allahu i madhëruar nuk e mati jetën e njeriut me pasuri apo me pozicione shoqërore. Për atë, çdo qenie njerëzore mban në vete vlerën e mbar krijimit. Në Kur'anin famlar në surën El Maide, Zoti i Gjithësisë ka vendosur një ekuacion që duhet të bëjë çdo vrasës të dridhet përpara se të kryej krimin. Allahu thotë: kush vret një njeri të pafajshëm, pa vrarë ai askënd, ose pa bërë ndonjë shkatrim në tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. E kush e ngjall, ja shpëton jetën një njeriu, është sikur të ketë ngjallur të gjithë njerëzit. Surja Maide 32. Mendojeni këtë dimension. Kur ti vret një njeri të pafajshëm, ti ke vrarë njerëzimin, ke vrarë të kaluarën dhe të ardhmen e tij, ke vrarë fëmijët që ai do të lindte, ke vrarë botën e tij unike. I ke shkelur mbi të drejtat e vet krijuesit, i cili është i vetmi që jep jetë dhe i vetmi që ka të drejtë ta marrë atë. Në ditën e gjykimit, kur njerëzimi do të ringjallet nën tmerrin e llogarisë, procesi i gjykimit do të fillojë me gjëra më të rëndësishme. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka treguar se çfarë do të hap seancën e gjykatës hyjnore. Gjëja e parë, për të cilën do të gjykohet mes njerëzve në ditën e gjykimit, është gjaku, vrasjet. Allahu nuk do të fillojë llogarinë me vjedhjet apo me zullumet e tjera të kësaj bote. Gjaku i pafajshmit kërkon drejtësi urgjente. Sa e madhe është vlera e këtij gjaku. Një ditë profeti Muhammed a.s. po shikonte Qaben, vendin më të shenjtë mbi sipërfaqen e tokës, shtëpinë e Zotit që çdo musliman e nderon, dhe i tha asaj fjalët që tregojnë të vërtetën tronditse. Sa e madhe që je dhe sa e madhe është shenjtëria jote. Por pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Muhamedit, shenjtëria e besimit, jetës dhe gjakut të tij tek Allahu është më e madhe se shenjtëria jote. Sikur dikush të shkatronte Qaben gur pas guri, bota do të tmerrohej. Por për Zotin, derdhja e gjakut e një njeriu të pafajshëm është një tragjedi edhe më e madhe se sa rënimi i Qabes së shenjtë. Vrasësi mund të fshihet në këtë botë, mund të korruptojë gjykatësit, mund të gjejë alibi, mund të aratiset në skajin tjetër të tokës dhe të mendojë se ja hodhi pa u lagur. Por askush nuk i ikën dot drejtësisë hyjnore. Profeti Muhammed a.s. na ka përshkruar një skenë që të rënqet nishin se çfarë do të ndodhë në ditën e ringjalljes. Do të vijë vrar në ditën e gjykimit, duke mbajtur vrasësin e tij nga flokët apo nga mjekra, ndërsa koka e tij e prerë do të pikojë gjak. Ai do ta tërheqë vrasësin zvarr deri tek arshi, froni i Zotit, dhe do të thotë: "O Zot, pyet e këtë, pse më vrau?" Mendoj atë çast o vrasës, ti që mendove se ishe i fortë sepse kishe një armë në dorë. Para të gjithë njerëzimit, viktima jote do të jetë avokati i yt më i tmerrshëm. Ai do të mbajtë mbërthyer dhe nuk do të lëshojë derisa të marrë çdo hak të tij, dhe cili është ndëshkimi i Zotit për atë që bën këtë krim me vetdije. Kurani nuk fsheh asgjë. Kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është i zemruar me të, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur një dënim të tmerrshëm. Surja Nisa 93. 4 ndëshkimin e një ajete vetëm: zjarri i përjetshëm, zemrimi i Zotit, mallkimi i tij dhe një dënim i tmerrshëm. Ky është çmimi i arrogancës njerëzore. Jeta është një dhuratë që jepet vetëm një herë. Askush nuk ka të drejtë ta shkurtojë atë për shkak të një momenti zemrimi, për shkak të parave, për shkak të hakmarrjes apo xhelozisë. Profeti alayhis salam ka thënë: besimtari vazhdon të jetë i lirë në fenë e tij. Ka shpresë për falje, derisa të mos derdhë gjak të ndaluar. Kur derdhet gjaku, dyert e suksesit në këtë botë dhe në tjetrën mbyllen me një zhurmë të rëndë. O njerëz,
Shoqëritë tona ka nevojë të zgjohen. Duhet të kthejmë frikën ndaj Zotit në zemrat tona. Duhet të kuptojmë se dora që ngrihet mbi një të pafajshëm është një dorë që ka ngritur luftë kundër vetë krijuesit. Nëse dikush ka bërë zullum, le të kthehet përpara se të jetë vonë. Dhe ne të tjerët, le të ruajmë shenjtërinë e jetës, të mbrojmë të pafajshmit dhe të jetojmë mbi parimet e paqes që kjo fe e mrekullueshme na ka mësuar. O Zot, na ruaj duart tona nga gjaku i pafajshëm dhe gjuhët tona nga nxitja e padrejtësisë. Na jep paqe në vendin tonë dhe na bëj prej atyre që e respektojnë dhe e nderojnë çdo jetë që ti ke krijuar.